profesor? Po? Si e keni parë, profesor? Pati një... S'kam qëka shtoj atë që tha Blerimi, tha shkelqyshëm ashtu është realisht dhe objektivisht, do duhej që ndër të tjera t'i përmbahan edhe deklarime të tyre publike, se krerët e kësaj partije të cilët ishin 1 dhe 2 në listën zgjedhore, kanë deklaruar që do t'a bashkojnë faktikisht dhe vendin edhe të djathtin, po jo vetëm aq, po edhe do të jenë konstruktiv në bërën institucioneve. Tashmë këto konotacione të ndryshme disonante, këta zëra janë çështje personale drejt e tyre, po mirë po flasin për diçka brenda që e dim të gjithë faktikisht që diçka nuk po funksionon si duket, do duhet kishte shumë tepër unitet, ata për unitet janë bashkuar. Dhe jo vetëm kaq brenda, por edhe të djathtën, sipas pretendimeve të tyre. Tani ku jemi? Dhe ajo që është detyrë të gjithëve duhet jenë konsistent në qëndrimet e tyre. Sado që politikë është ajo, nuk do të thotë në politikë të bësh sot diçka, nesër diçka tjetër, pas nesër diçka. Duhet të ketë konsistencë politike dhe duhet të ketë vendosmëri. Megjithatë, profesor, me këtë postim të Abdullahut, a kuptojmë se ai nuk është pro një bashkëpunimi me lëvizjen vendosje? Po e citoj atë se çfarë ka thënë. Duhet ta luftojmë çdo mentalitet që dobëson aleancat tona historike dhe cënon rrugën euroatlantike të Kosovës. Dhe këtu po besoj që i referohet shpeshherë atyre komenteve që janë bërë për kryeministrin e detyrë Kurti për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të tjerët. Po ajo çka ka menduar ajo është punë e tij, është krejt personale. Po profesor, ai është një person me peshë brenda lidhjes së Kosovës. Deklarimet individuale janë individuale. Dhe u por individuale mund të jetë edhe vota ati kur vije çështja për presidentin. Sigurisht mund të jetë edhe individuale dhe s'ka rëndësi shumë sepse nuk bën pjesë një votë edhe pse është e shejtë. Po është me rëndësi që duhet ketë unitet demokratik në brenda një subjekti. Nuk ka. Dijen ato orientimet e tyre që mati dhe është punë e tyre, nuk ka nevojë ne të interpretojmë. Po ajo që duhet thënë është që thjesht duhet me qenë konsistent këta njerëz, kësaj klase politike dhe kësaj partije, edhe duhet jenë unik mrenda, sepse i kanë institucionet, mrenda institucionet merren vendimet, nuk ka që nuk diskutojnë. E dalin tash kush thumbit, kush patkojt, në opinion bëjnë thjesht një dezorientim edhe të vetë elektoratit LDK-s, unë mendoj që është punë e tyre le ta bëjnë, por nuk duhet bërë, dhe në asnjë mënyrë, por duhet të gjithë bashkë të merren vesh për ta zgjedhur presidentin. Nyja Gordit këtu është zgjedhja presidentit, këtu do të ketë problem. Kot i mbajmë një zgjedhjet, kot fiton dikush më shumë e dikush më pak, kur të vijë aty puna nëse aty nuk ka obstruksione, jo, themi mirë kuptim, bashkëpunim dhe unitet, ne përsëri mund të shkojmë zgjedhje tjera pa asnjë dyshim. Dhe kjo klim, kjo atmosferë po vret pa keqare dhe pa të keqen e askujt, pa vrarë mendjen për votuesin nga këta njerëz kësaj kaste politike. Kjo është pa tolerueshme, ata nuk po mbushën mend. Edhe gjitha këto që po ndodhin në proceset elektorale, pra kush humbe, kush fiton, në fakt të gjithë po humbin, nuk po mjaftojnë që këta njerëz të vedisohen dhe ta kryejnë një detyrë që e kanë me kushtetut. Në votohet, shkohet në zgjedhje edhe shkohet në parlament për t'i bërë institucionet. Dhe ajo bërja institucionet është edhe presidentit. E pastaj për t'i ndihmuar ato me përgjegjësinë maksimale duke ushtruar mandatin e deputetit me përgjegjësi madje personale, jo brenda partive, ata u hermetizuan, u mbyllën që sa kohë që 2 vjet asnjë deputet pothuajse me pak përjashtime të paranësishme nuk dolen nga ajo mëshikza e vendimeve të organeve të tyre, të cilat ishin dëmshme dhe na sollën këtë gjendje çfarë jemi. Prandaj është çështje e secilit deklarohet, thash në fillim, po përsëris demokratike edhe brenda një subjekti, por jo kush thumbit e kush patkojt. Dalim me të njëjtin rang, kur ju përmendet tash se është më rëndësi. Është më rëndësi çdo votë, secili deputet, por në përgjithësitë politike sigurisht është e rëndësishme detyra e nënkryetarit. Pa ai nënkryetar, ky nënkryetar, edhe tash njëri del kështu tjetri ashtu, është punë e tyre që duhet të harmonizojnë brenda. E qartë, po Buriani, sa e vështirë është pastaj edhe për vetë